Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë ngjarjet dhe lajmet më të fundit. Skandal kulturor në Tiranë. Veshja e shenjtë mirditore e deformuar dhe keq përdorur në një sfilat mode. Të paktën kështu përshkruajt një sfilat mode ku pjesë e kësaj sfilate ishte Norja e Big Brother VIP Albania dhe njëkohësisht moderatorja dhe gazetarja e njohur Gerta Gixhari. Në një formë krejtësisht të modernizuar, Gerta Gixhari bëri një sfilat me veshjen mirditore, veshjen tradicionale mirditore, veshje që në fakt komentohet edhe në përbot, sidomos xhubleta është pjesë edhe e UNESCO. Por kjo gjë nuk është se i ka kënaqur mirëditorët dhe i ka bërë mirëditorët të ndjehen krenar kur reagimet kanë filluar me një herë të jenë të shpejta dhe denoncimet janë bërë në faqen Joq Albania. Një qytetar nga Mirdita ka denoncuar përmes redaksisë së Joq Albania, një lajm që tashmë është bërë publik, mënyrën fijese dhe të papërshtatshme me të cilën u paraqit veshja tradicionale mirditore në një sfilat mode të zhvilluar së fundmi në Tiranë, ku morën pjesë disa nga të ashtuquajturit VIP-a. Të paktën kështu është i shkruar denoncimi, do me thënë të ashtuquajturit VIP-a. Siç duket, qytetari apo një zonë e mirditorëve janë shumë të lënduar se si erdhi dhe se si u tregua veshja, që jam shumë i bindur që nuk ka qenë përzgjedhja e Gerta Gixharit, nuk ka qenë stilimi i Gerta Gixharit. Gerta Gixhari ishte thjesht personazhi i cili e solli këtë veshjen në skenë të showbizit shqiptar. Sipas tij, kjo ishte një goditje e rëndë për trashëgimin kulturore kombëtare dhe një keqpërdorim i hapur i një simboli të shenjtë të shpallur zyrtarisht si kryevlerë kombëtare e trashëgimisë kulturore jo materiale. Është për të ardhur keq shumë, thot zotëria, po shumë keq se si e kanë denigruar veshjen e mrekullueshme të gruas mirditase, e mbushur me simbole mintike dhe kulti. Kjo veshje kërkon të mbrohet, të ruhet dhe të përcillet brez pas brezi, e jo të keqpërdore dëm të bukurisë e domethënies që ajo mbart, shprehet qytetari mirditor i indinjuar. Domethënë, nga fakti që Gerta Gixhari ka ardhur në një formë krejtësisht ndryshe, domethënë në veshjen mirditore ka ndërhyrje të mëdha, pasi që është hequr pjesa bazike të barku, është bërë me barkun hapur, domethënë është modernizuar. Kjo gjë i ka prekur shumë shqiptarët e asaj zone, domethënë mirëditorët tanë të nderuar, të cilët thonë që nuk duhet prekur dhe nuk duhet toleruar që të prishen veshjet kombëtare, dhe për këtë gjë normalisht që edhe unë jam kundër, sepse janë simbolik, janë trashëgimi kulturore që duhet ta ruajmë brez pas brezi. Veshja e grave të Mirditës është ndër më të pasurat edhe më të ruajturat në të gjithë hapësirën shqiptare. Ajo përfshin elemente të shumtë, ku secili me një simbolik të veçantë. Për shembull, nën 1, gryka e qëndisur. Gryka e qëndisur është e punuar me dorë, e mbushur me motive mitike dhe kultike. Më pas, tlinat e fundit, që shfaqin finesën dhe mjeshtërinë e grave të zonës Mirditës, dhe më pas xhupi, xhahengu dhe xhamadani, me zbukurime të lashta që lidhen me trashëgimin iliro-arbërore. Dhe më pas kemi qemerin dhe bijuterit, që mbartin vlerën simbolike dhe vlerën shpirtërore të gruas mirditore, dhe më pas kemi çorapet me motive mitike, gërshetat, strengat në kokë dhe opingat, të gjitha të ruajtura me kujdes ndër breza. Jo më kot, kjo veshje është shpallur nga institucionet shqiptare si pasuri kombëtare e trashëgimisë jo materiale. Ajo nuk është thjesht kostum festiv, por një dëshmi e gjallë e historisë dhe e shpirtit të Mirditës. Tani, çdo detaj, nëse flasim në mënyrë të detajuar për këtë veshje dhe domethënë pse janë prekur kaq shumë zona e Mirditës, që unë jam shumë i bindur që domethënë Gerta Gixhari në asnjë mënyrë nuk është fajtore në këtë mes, ajo është thjesht një protagoniste e cila ka qenë e ftuar në një kompeticion të tillë, ku domethënë
është promovuar ndërthurja që është bërë në veshjet me ndërthurjen moderne, më nga tradita me moderne, nga ajo që unë do me thënë arrit të shikoj në fotografin, ku Gerta Gixhari ka një mix, do me thënë të miksuar të modernes. Çdo detaj i veshjes mirditore është i mbushur me kuptime. Shqiponja e stilizuar dhe kryqi, të pranishme në qëndisma, përfaqësojnë besimet, përfaqësojnë qëndresën dhe shpirtin e mirëditorëve. Këto elemente janë trashëgimi e periudhës së shtetit të Arbërit, kur mirdita ishte një qendër e rëndësishme identitare dhe shpirtërore. Sipas studimeve, qëndismat e xhupit të gruas mirditore nuk janë thjesht zbukurime, por simbole të një mitologjie të lashtë iliro-arbërore, që lidhen kultet e natyrës, besimin në forcën hynor dhe ruajtjen e identitetit të pastër kombëtar. Do me thënë, nga kjo që unë jam duke u shpjeguar në mënyrë të detajuar për ta kuptuar pse kanë kaq shumë vlerë veshjet mirditore dhe pse janë kaq shumë të vlerësuara, të cilësuara, të veçuara në fakt nga veshjet e tjera, sepse të gjitha veshjet kombëtare kanë vlerën e tyre, e kanë shpjegimin e tyre. Por tek veshjet mirditore, do me thënë kemi këtë thyerjen mes anës shpirtërore, sepse lidhet me pjesën e kryqit që simbolizon pjesën shpirtërore, besimin, dritën e shpirtit, dhe më pas kemi do me thënë dhe këtë pjesën e traditës që gjithmonë zonjat mirditore, do me thënë kanë patur këtë traditë, një kulturë dhe traditë që fatmirësisht do ta them në Mirditë dhe në zonat e Mirditës ruhet edhe sot, dhe kjo është në fakt për të duartrokitur për këto zonja të nderuara, se sa më gjatë ne të ruajmë veshjen tonë tradicionale, aq më shumë afatgjatë jemi në kulturën tonë. Tani, në vend që të paraqitej me dinjitetin që i takon, do me thënë do kthehemi përsëri aty që është bërë kjo ndërhyrja nga tradita në modernën e sotme, kjo veshje u përdor në mënyrë të deformuar në një sfilat mode në Tiranë. Modelet të shoqëruara nga disa VIP-a të njohur e shfaqen atë si një aksesor dekorativ pa asnjë ndjeshmëri ndaj domethënies së saj të thellë. Veshja, në vend që të ngjallte respekt, u reduktua në një shfaqje të zbrazët protagonizmi, ku kuptimi i saj origjinal u fshi nga interpretimi sipërfaqësor. Ky keqpërdorim ka shkaktuar zemërim dhe indinjate tek komuniteti mirditor dhe të gjithë ata që e njohin dhe respektojnë vlerat e trashëgimisë shqiptare. Mirditorët kërkojnë që të ketë më shumë ndërgjegjësim në trajtimin e veshjeve kombëtare tradicionale, të cilat nuk duhet shfrytëzohen për spektakël e reklam boshe, por të trajtohen me dinjitet, me kujdes edhe me respekt. Veshja jonë nuk është lodër, thot zotëria, as rekuizit për VIP-a që kërkojnë vëmendje. Ajo është një pjesë e shpirtit ton, është një amanet që duhet ruajtur me shenjtëri. Ne kërkojmë nga institucionet kulturore dhe nga publiku shqiptar të mbrojnë këtë trashëgimi të jashtëzakonshme dhe të mos lejojnë që ajo të përdhoset nga shfaqje të pamatura, përfundon denoncuesi nga Mirdita. Ky rast ngre edhe një herë pyetjen thelbësore: a dim t'i ruajmë dhe t'i nderojmë vlerat tona kombëtare, apo do t'i lëmë të shndrohen në dekor të boshatisur, duke humbur kuptimin dhe shenjtërimin që mbartin? Në fakt, Gerta Gixhari nuk është se ka dalur me një deklarat, por unë jam shumë i bindur që Gerta thjesht ka qenë e ftuar dhe ndoshta nuk e ka analizuar në mënyrë kaq të detajuar, sepse nuk është ajo stilistja e këtyre veshjeve. Mirditorët siç duket janë prekur nga kjo dalje publike e Gertës në këtë formë që domethënë është bërë ndërhyrje në veshjen mirditore dhe sipas tyre domethënë është keqpërdorur gruaja mirditore, por unë doja të marr mendimin tuaj për këtë rast në fakt që ka ndodhur dhe për këtë hatërmbetje në këtë rast të mirditorëve, dua të marr mendimin tuaj si e komentoni ju këtë gjë.